Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të respektuar teleshikues ku do jeni, ju përshëndesim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Popujt e Kuranit është emisioni jon i përjavshëm që takohemi për të diskutuar, për të shtjelluar, për të përmendur ndonjë nga ngjarjet e Kuranit, ndonjë nga ngjarjet apo popuj që Kurani i ka përmendur. Kurani nuk përmend vetëm për të përmendur, nuk përmend popuj nga gjithë popuj që kanë kaluar në historinë e njerëzimit, por përmend ata që për lexuesit e Kuranit, respektivisht për kohën e zbritjes së tij, në mesjetën e të dërguarit Muhammed sallallahu alaihi wasallam e deri në ditën e fundit të kësaj bote, të kataklizmës, të kiametit, që do të ndodhë, pra njerëzit kanë nevojë për ato mësime, kanë nevojë për ato pohime, për ato vlera, për ato dështime, për ato sprova që i ka pas njerëzimi, dhe gjersa ne kem ku ta marrim modelin, gjersa ne kem ku të frymëzohemi se si ishin popujt e mëhershëm, kjo është një mënyrë të jetë e mirë. E ne të respektuar teleshikues, në javën e kaluar biseduam për një profet të madh në kuptimin e vlerës së tij, por edhe kuptimin e pushtetit të tij që ishte Sulejmani alayhis salam, i biri i Davudit, i cili ishte me shumë gjëra dhe me shumë mrekulli. Gjithsa kur përmendet Sulejmani, përmendet edhe gjindet, pra përmendet diçka që është të jetë interesante, dhe bota e gjindve që në një mënyrë apo tjetër për njerëzit do të ishte e panjoftun po të mos kishte rrëfime kuranore, rrëfime nga ai që e ditë të fshetën, që e sheh atë që ne nuk e shohim, e sheh atë që nuk e sheh kamera, nuk e sheh syni i njeriut e tjera. Sa interesante sot është diskutimi për UFO-t në nivel të botës, dhe zën vend shumë edhe në skenën politike temat e tilla. Kanë shtrirje në dimensione shumë të gjëra, shumë interesante. Ekzistojnë apo nuk ekzistojnë, janë apo nuk janë, toksor, jashtëtoksor, nëntoksor, e tjera, e që gjitha këto kanë orientim puro fetar nga besimet monoteiste, e që i bie pra për ne Kurani është udhërrëfyesi më i mirë. Wattaba'u ma tatlu ash-shayatinu ala mulki Sulejman. Shejtanët që ishin nën udhëheqjen e Sulejmanit alayhis salam, pra dhe shejtanët edhe gjindet e rebeluar ndaj besimit dhe tjerë shejtan që quhen shejtan, pra Sulejmani alayhis salam i ka pasur të nënshtruar, i ka pasur të mbikëqyrur. Me fjalë tjera, është fjala për një pushtet të Sulejmanit që nuk është i zakonshëm. Këtu dua të ndalem te një gjë interesante që është e nevojshme për njerëzit, sidomos në këto kohë, në këto ditë, të thuhet Allahu përmend thot wa asalna lahu ayn al-qitri, sikur përmendëm pra disa prej metaleve Sulejmanit alayhis salam, jo që i zbuteshin, sikur pra që themi shkrihet hekur, shkrihet ari në temperaturë të lartë, por Sulejmanit i buronte sikur të ishte kru, sikur të ishte burim uji. Wa min al-jinni men ya'malu bayna yadayhi bi idni rabbih. Kishte prej gjendët që punonin para tij, thot, me lejen e Zotit tyre, ose me lejen e Zotit ti. Është interesante, gjendet ekzistojnë, gjendet nuk janë më të fuqishmit, sepse janë të padukshëm, dhe nuk bëhet fjalë që ky i padukshmi të jetë me pushtet më të madh ndaj atij që dhe me fuqi më të madh ndaj atij që nuk po e sheh, që janë njerëzit pra. Po të ishte kështu, atëherë bota do të udhëhiqej prej gjendve. E gjendet janë të pafuqishëm, po unë e përmenda janë të pafuqishëm.
Prej tyre ka që kanë fuqi të jashtëzakonshme që do të shohim sot në këtë pjesë të emisionit ton për Sulejmanin alayhis salam, që i bie pas kanë mundësi të kenë mbi pushtet, mbi njeriun, por bi idhni Rabbi, me lejen e Zotit. E kjo leja e Zotit është shumë interesante. Pra ka prej gjendëve që dëshirojnë ty të të shkatërrojnë, por nuk munden. Se dikush nuk i ka dhënë leje atyre. E ka ndonjëherë që ti mund të kesh ndonjë sprovë dhe thua, a thu pse më erdhi kjo, se dikush i ka dhënë leje. E ai dikush është Allahu, që i bie se në çdo variant njeriu fitoren e vet dhe humbjen e vet e ka, kësaj i lidhur me Allahun je triumfues gjithmonë. Edhe nëse duket që po shkatërrohesh në këtë botë. Edhe nëse vritesh në këtë botë, ti prapë je triumfues. I humbur, i devijuar, i sakatosur do t'jesh në rast se raportet me Allahun i ke të dobta dhe mundohesh me krijesat e tjera të bësh balancime të forcave, të vlerave, të pasurisë, të pushtetit të tjera, e të cilat janë shumë të përkohshme që ta humbin edhe këtë botë dhe botën tjetër. E Allahu xhalla xhelaluhu thot në për gjendëve i kishte të nështruar që të punojnë me lejen e Zotit tyre. Çka bënin ata? Thot Allahu, thot wa men yazigh minhum an amrina. Kjo është çështje. Pra, të tregoj ty në vazhdën e historisë Sulejmanit alayhis salam, thot e kush bën rebelim, kush del dhe nuk bëti pa dëgjueshëm prej tyre nga urni jonë, thot nudhiqhu min adhabi sa'ir, ne do t'i bëjmë që të shijojnë dënimin e zjarrit, dënimin e flakës, dënimin e dëmshëm. E çfarë bënin ata gjendet? Thash, tregon thot ya'maluna lahu ma yasha'u. Thot ata bënin punë çfarë të dëshironte Sulejmani. Min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurin rasiyat. Thot kanë qenë në gjendje të bëjnë pallate të veçanta, kanë qenë gjendje të bëjnë skulptura të veçanta, të interesante. Po e përmend në këtë rast kanë bërë edhe anë të mëdha. Kudurin rasjat, do thotë, sikur të themi tiganet të mëdha, anë të mëdha të kapaciteteve të jashtëzakonshme, i'malu ala Daude shukran wa qalilun min ibadiy ash-shakur, thot andaj bëni familjes së Daudit, pra është fjalë tek Sulejmani, falënderim se shpak prej robëve të mi, thot Allahu janë falënderues. Në kuadër të kësaj Sulejmani alayhis salam kishte të nështruar pra të gjitha krijesat dhe një ngjarje që është interesante, shumë të thuhet, të përmendet, është ngjarja se si një ditë prej ditëve ai i kishte ftuar në takim të gjithë ata që i kishte nën pushtetin e tij, në këtë rast ishin edhe të gjitha krijesat, të gjithë shpendët. Secili prej tyre kishte përfaqësuesin e vet. Sulejmani alayhis salam i njehte që të gjitha. Pra kur e njeh gjuhën, nuk kupton për ata vetëm të kuptosh se çfarë po flasin, por ti kuptosh edhe kënd i kanë në pushtet. Ne shembull shumë të vogël po marrim, ne kur punojmë në një vend të caktuar me njerëz, dallojnë njerëzit që punojnë me nacionalitete, komunitete të ndryshme, me ngjyra, raca të ndryshme, dhe njerëzit që punojnë në një vend, ndoshta me një numër të madh të punëtorë, por që të gjithë janë të vendit ti, që tu benu gjildetihim, janë të një lëkure, janë të një vendi, janë të një gjuhë. Nëse ti punon në një komunitet ndërkombëtar dhe pra ke 30-40 nacionalitete të ndryshme, ti du t'i dish të gjithë ata, nëse je shef i tyre, nëse je pushtetar, nëse je mbikëqyrës, nëse je kryepunëtor, nëse je punëdhënës, çfarë dush prej emrave, ti kesh parasysh nacionalitetit e tyre, ti kesh parasysh festat e tyre, ti kesh parasysh kombet e tyre, ti kesh parasysh kur dikujt ti shpesh ngushëllim për diçka se në vendin e tij, në shtetin e tij ka ndodhur një fatkeqësi ose një tërmet ose ngjashme, dhe kur dikush tjetër të festohet sepse vendi i tij ka triumfuar. Të themi, hajde edhe në futboll për shembull. Çush mund ti dish kur ti kesh këto parasysh kur ti nuk e din çfarë punëtor ke?
Ai që është i Zotit dhe i din nacionalitetet e gjithë secilit, pra këto i ka pa probleme. Në kuadër të shteteve, shtetet organizohen nëpërmjet ministrive të jashtme, që të kuptojnë se çfarë kanë shtetet mike të tyre, prej gëzimeve, prej që t'ju dërgojmë telegrame, urimi për diçka, për disa zgjedhje të mira, për disa suksese të mira, për disa të arritur, për ditën kombëtare të shtlirimit tyre, ose ditën shtetërore, ose të ngjashme. Pra, këto i bëjnë ministritë e jashtme që t'i mundësojnë kreut të shtetit, këndej kryeministrit, presidentit, që të mos i harroj pra urimet e ngushëllimet kur duhet i bëjnë, sepse jo të gjithë janë në gjendje që të përcjellin media dhe të kuptojnë se kur po vdes ai president apo ai kryeministër apo kur ka pas fatkeqësi ky vend apo ai vend. Me fjalë tjera, këto Sulejmani të gjitha vetë ka bë. Sulejmani ka pas këtë pushtet dhe një ditë prej ditëve kur ai po i fton të gjithë shpendet dhe po e shes se një shpend i quajtur në Kur'an Hudhud është duke munguar, nuk është prezent. E Sulejmani a.s. e sheh dhe e kupton që nuk është. Shpendet e tjerë janë të gjithë prezent, të gjithë përfaqësojnë grupin e tyre, dhe janë në gjendje të gjithë pra që të bëjnë punën që e bën një profet, një pejgamber, që njerëzit të thrasin dhe të punojnë për të mirën e tyre në kuptim të njohjes së Allahut dhe të adhurimit të Zotit të vetëm të një. Në këtë rast kur Sulejmani a.s. e bën atë takim të famshëm, thot wa tafaqqadat at-tayr, thot i kontrolloi të gjitha shpenzët dhe faqale malje la ara al-hudhud, thot çka është me mua që nuk po e shoh pubzën këtë hudhudin, am kana min al-ghaibin, apo nuk është fare këtu, është mshefur mbas ndonjë tjetre, apo fare nuk është prezent, nuk flet, nuk lajmërohet, nuk paraqitet dhe e kupton Sulejmani që në fakt është duke munguar në takim. Dhe kjo mungesë e tij në takim, atëherë nuk është e njohshme. Nuk është e njohshme sepse ata kanë nevojë për shpendet. Po përmend vetëm një shembull. Sulejmani a.s. një pra për delegim të ushtrive në vende të ndryshme. Kishte shumë dëshirë të tillë që të merrte pjesë në këtë çështje. Madje thuhet Sulejmani a.s. e ka zënë veten duke bërë gabim. Për cilën gabim është penduar më vonë. Është fjala aq shumë kishte merak për përgatitje të ushtrive dhe të ushtarëve për të bërë luftën, sa që e kishte neglizhuar çështjen e adhurimit. Ishte bërë ky adhurimi tjetër, pra këtu duhet të marrin shembull disa njerëz, Sulejmani a.s. është penduar nga kjo dëshira për të qenë luftëtar, dëshira për të qenë çlirues, dëshira për të qenë trim, që është shumë e çmueshme dhe vdekja e tillë dikon e bën dëshmor, e bën shahid, e bën rregull është krejt, por jo kjo të bëhet çaq e fokusuar sa ta humb orientimin tënd nga adhurimi, të mos jesh namazli i mirë, në kuptimin jo namazli që mos i falesh 5 vakte, në fjalë të mos falesh më shumë se sa që duhet, të mos jesh agjërues i mirë, të agjërosh jo vetëm muajin e Ramazanit, por edhe më shumë tjerë, të jesh dërdhënës e shumë vepra të tjera të adhurimit, të bësh shumë dhikr, të lexosh shumë Kur'an. Me fjalë tjera nuk guxon angazhimi jot për luftën dhe trimërinë dhe sakrificën që ti bën me jetën tënde, nuk bën kjo që të largoj prej adhurimit, me këto adhurimet të tjera të Allahut xhalla xhelaluhu. Këtë duhet ta kemi parasysh. E Sulejmani a.s. kishte edhe këtë, dhe tash kur ai po bënte disa prej luftave, për shembull, kishte një rast kur ushtria kishte ngelur pa ujë. Dhe ishte vap. Sulejmani ju tha, po hulumtoni ju tha, gjeni ujë ku të mund. Ata i thanë, ne kemi frikë, se ne nuk e dim ku është uji, se ne po shkojmë në drejtim të caktuar, po që se e dim që ka. Po nëse shkojmë dhe harxojmë këtë energji që kemi, rezervat ujit nuk kemi, atëherë kemi frikë që ne do të ndesim. Sulejmani me njëherë këto konsultant të shpendet. Dhe ata i tregonin se po në këtë thellësi, në këtë, sikur të thuhet, në
kaq kilometra në gjuhën e sotme, ju do të esni këtë drejtim dhe do të gjeni ujin. Dhe kjo ishte ndihmesë e madhe. Do të thotë atë që përmendëm edhe në javën e kaluar pak. Njerëzit do të detyrohen, pra shtetet në këtë rast, përveç ministrive të jashtme që e thamë sonte, bëjnë pra edhe shërbimet sekrete që të kuptojnë lajme paraprakisht se çfarë po ndodh. Se ku është armiku, se ku po pozicionohet. Sulejmani këto i përdorte në mënyrë perfekte. Tash është fjala ku është Hudhudi, kur këtë mbledhje kishte për të bërë një organizim, e Hudhudi mungon. Pse ti të jesh prej atyre që mungon, kur unë sot kam nevojë për ty, se ti je një shpend që e ke aftësinë tënde. Aftësinë tënde nuk e mbulon ky tjetri. Dhe për secilin kam nevojë. Dikush më duhet për nuhatje, dikush më duhet për armikun, dikush më duhet për ujin, dikush më duhet për ushqimin, dikush më duhet për erën, për shiun e tjera, pra ju secili keni aftësinë e tyre, thotë. E kur e kupton se Hudhudi është duke munguar, thotë le u'adhibannahu 'adaban shadida. Do ta dënoj me dënim të ashpër, au le adhbahannahu, ose edhe do ta pres krejt. Do t'ja kuti kokën. Au le ya'tiyanni bi sultanin mubin. Ose, në të kundërtën, do duhet të sjell ai një arsyetim jashtëzakonisht të madh. Nëse këtë nuk e ka, atëherë do ta gjejnë ndonjëra prej dënimeve të mëparshme. Pra dënim i dëmshëm ose edhe mbytje fare. Femekethe ghayra ba'idin, kjo ndodhi një periudhë kohore që ai mungoi, nuk u lajmërua dhe më vonë fare erdhi Hudhudi. Kur erdhi Hudhudi, tash Sulejmani a.s. nuk po ndërmerr hapa të dënimit pa pyetur arsyen pse mungove. Hudhudi pra Pubza do të arsyetohet në mënyrë shumë perfekte, në mënyrë shumë interesante. Pra po bënte punën e Sulejmanit edhe më tepër interesante, kjo shumë. Faqale ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min sab'in bi naba'in yaqin. Thot unë kam arrit të marr informata të cilat ti nuk i ke. Po i thot Sulejmanit, unë kam disa informata që ti, përkundër që i ke njerëzit, gjendet dhe shumë shka tjetër të nështruar, ti nuk i ke ato informata. Unë të vi ty prej vendit Sebe. Sebe është një vend në Jemen, një vend banim. E që ai vend banim ka marrë emrin nga dikush prej të parë prej fisit, e që e përmenda në Kur'an është një sure që quhet Surja Sebe, pra me këtë kontekst, me këtë rast është përmendur. Dhe unë të sjell ty lajme të sakta. Po për këtë edhe më duhesh, për këtë edhe më kërkoja, pse ti nuk je këtu. Pra ajo që po arsyetohet për mungesën, po tregon se më kam qenë në një mision edhe më interesant se sa këta që i ke pa këtu në mbledhje në takim. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim. Unë thot kam pa një grua që kishte një pushtet të jashtëzakonshëm, i ishin ofruar asaj mundësi të jashtëzakonshme dhe ajo kishte një pallat të veçantë. Pallati i Bilkisis ishte i kësaj gruas, që do të kuptohet emri i saj, ishte Bilkis ose Belkis, që këtë emër kanë lënë shumë njerëz tek ne. Shtohet pyetja, pse do të lihet ky emër që do të kuptojmë tash pak më vonë. Kjo mbretëresh pra pas ka pas pushtet dhe pas ka pas të mira dhe në pallatin e saj përmendet se ka pas gjëra tepër interesante, gjëra tepër të veçanta që sot asnjë mbret në botë, asnjë pushtetar në botë, asnjë kryetar, asnjë shtëpi ose rezidencë shtetërore nuk i posedon ato gjëra. Mund të ketë pasuri, por jo kolltuçe çfarë ka pas Bilkisja, jo vend me gjevahir të ndryshëm, vend me margaritar të ndryshëm, e mos flasim për ari dhe argjend,
se si ishte e rrethuar. Mirë po ajo kishte një problem. Thot wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shams min dunillah. Thot unë kam gjetë edhe atë edhe popullin e saj se adhuronin diellin në vend të Allahut. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Shejtani u kishte zbukuruar këtë lloj adhurimi, ja kishte bllokuar rrugët e udhëzimit, ata s'kishin se ka të drejtoheshin dhe ka të udhëzoheshin. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. Pra është prej ajeteve të sejdës që do t'i bëj edhe unë do të bëj kur do të kryej emisionin, edhe jo është e preferuar që ta bëni gjë të tillë. Pra tregon tash Hudhudi arsyeën se si ata nuk mund të udhëzoheshin edhe në vend se ta adhurojnë Allahun i cili ka merita të veçanta jo ta adhurojnë diellin që është krijesë e tij. Qale sananzuru asadaqta am kunta min al-kadhibin. Sulejmani alayhis salam thotë mirë, ti po jep informatën dhe kjo informat përveç që është interesante mund të jetë një gënjeshtër e orkestruar sepse ti je duke u arsyetuar pse ke munguar. Dhe njerëzit kur arsyetojnë pse mungojnë është shumë e mundshme që të gënjejnë. Është shumë e mundshme që të mos jenë të sinqertë. Dhe nëse ata do të jenë tillë, ata duhet të vendoset test. Ai test do t'i ndodh Hudhudit dhe do të bëhet një metodë interesante tash e testimit. Idhhab bi kitabi hadha fa'alqih إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. Thot unë po t'jap me një detyrë. Merre thot ti një shkresë nga unë, shko dhe gjuje në atë pallat shkresën, por mos u largo, pra vëzhgo nga afër se çfarë po bëhet me shkresën. Apo e lexon apo nuk e lexon. Atë do ta trajtoj apo nuk do ta trajtoj atë shkresë. Dhe merr Sulejmani alayhis salam shkresën, e shkruan Bismillahirrahmanirrahim. Thot kjo është një shkresë prej Sulejmanit, birit të Davudit, e drejtuar te Belkisa, pra Sulejmani mori informata për atë Belkisën, nuk e la vetëm me informatat që kishte dhënë Hudhudi, Pupza, dhe i kishte treguar që ajo ishte një mbretëresh, jo një princesh, por një mbretëresh që në dinastinë e saj kishte edhe shumë mbretër të vegjël të tjerë në Jemenit të sotëm që i nënshtroheshin asaj. Ajo në fakt ishte bija e një mbreti të famshëm Shërahbil që ishte paraprakisht pra udhëheqës i atij vendi. Kishte shumë pushtet, kishte shumë pasuri dhe Sulejmani alayhis salam i kishte shkuar asaj që kjo letra ime ju bën thirrje që ju en la ta'lu alayya, mos tentoni që të jeni mbi mua, por e jeni tek unë të nënshtruar. Hudhudi bëri këtë gest, lëshoi letrën, shkoi atje, letra nuk u pasë nga erdhi, sepse nuk ishte njeri, nuk ishte postier, Bilkisës i ra në dorë, ajo pra e kishte letër e lidhur, e qeli letrën, e lexoi dhe u mendua shumë gjatë se çfarë të bëj me këtë rast. Ta përfill apo jo, nuk është gjë e lehtë, mendoj në vetvete sepse Bilkisja ishte një mbretëresh jo vetëm me shumë pushtet të trashëguar nga babai vet, por ishte edhe shumë e mençur. Dhe ajo mendoi se ta lexoj këtë letër apo të mos e lexoj para të tjerëve, para udhëheqësve, ta shqyrtoj këtë kërkesë apo ta refuzoj, dhe nuk dinte se cila do të ishte zgjidhja më e mirë për te, kështu që duke analizuar dhe duke përcjell dhe dëgjuar për këtë emër
i cili nuk ishte tashmë i panjoftun pra për popujt rreth që Sulejmani pra ishte në Palestinë, atje në Yemen që janë disa mijë kilometra larg, kishin dëgjuar për pushtetin e Sulejmanit dhe ajo kishte menduar në mënyrë shumë më racionale që këtë letër ta lexonte me parinë e vet, të konsultohej me ta dhe të dinte se çfarë do të vepronte. Ka shumë mësime në këtë ngjarje të cilën ne do ta trajtojmë me precizitet në minutat në vijim, por këtu do të bëjmë një shkputje, qëndroni me ne, do të kthehemi pas pak. Rikthehemi të respektuar të rishikues me rrjedhën e misionit Popujt e Kur'anit. Jemi me Sulejmanin a.s. dhe me thirrjen që ai po bënte anëkënd botës njerëzore edhe më gjerë në rrugën e Allahut xhelle xhelaluhu. Misioni i thirrjes ka qenë misioni i gjithë profetëve, i gjithë pejgamberëve. Gjithë adhurimi i tyre ishte për të ndërtu vetveten, por gjithë misioni i tyre ishte për ta përhap fjalën e Allahut kudo që shtrihej dhe kishte ndikim fjala e tyre. E dikujt që Zoti ka dhënë pushtet sikur Sulejmanit a.s. me do mos që ai do të mundohet që këtë ta përçojë edhe në vendet e tjera e edhe me krijesat e tjera duke bashkëpunuar për një gjë të tillë. Pubzës i kishte edhe një detyrë për ta pasë ka munguar be leje apo jo. Ishte në vëzhgim pubza të popullit në sebe, apo është një arsyetim për të justifikuar mungesën e saj në takimin në mbledhjen që kishte me shpendet e tjerë. Dhe kur ndodhi një gjë e tillë, pra shkoi letra Sulejmanit ra në dorë të Bilkisës, në dorë të mbretëreshës së Sebes, atëherë nuk do mend se aty kishte një mesazh jashtëzakonisht të madh, të cilin Bilkisa e kishte analizuar dhe kishte menduar që këtë duhet ta debatonte me parinë e popullit të saj, dhe ajo kishte thirr ata dhe kishte thënë këto fjali. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. O pari, o popull, kishte thirr edhe mbretërit e tjerë, në fakt që kishte nën pushtet ajo, por që ishin udhëheqës, pra quheshin kështu mbretër. Dhe mua më është lëshuar një letër interesante, letër fisnike e mirë. Innehu min Sulejman. Ai mesazh ishte nga Sulejmani, wa innehu Bismillahirrahmanirrahim, dhe ai mesazh fillon me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, të mëshirbërësit, mëshirplotit. Pra fjala Bismillah thuhet që kështu u përdor për herë të parë Bismillahin në formën e tij të plot që ne e përdorim nga Sulejmani a.s. Dhe çfarë kërkonte, thotë ella ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Mos kërkoni që të jeni mbi mua, por e jeni të nështruar. Qalet ja ejuhel bela. Ajo tash po komenton. Lexojmë mesazhi ishte tepër i shkurt, tepër i qartë. Thotë o popull, o pari, eftuni fi emri, ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Thotë e përdor konsultën, e përdor pra metodën e marrëveshjes me të tjerët. Thotë ju më tregoni se çfarë duhet të veproj. Unë nuk do të marrë asë një vendim derisa ju të mos dëshmoni për atë vendim se është në rregull. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadidin wal amru ilayki fanzuri madha ta'murin. Na sa i përket forcës, ne jemi me forcë të hatashme. Ne kemi pushtet shumë të shtisa, ata kishin pushtet vërtet të madh dhe nuk ishin aty pa hiri, nuk ishin pa merita të caktuara. Mirë po thotë çështja të takon ty, thotë fandhuri, madha të emurin, thotë këshyrti dhe vepro, urdhra si të veprojmë ne. Qalet innal muluke idha dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alun. Thotë unë thotë kam një gjë.
thot mbretërit, pushtetarët, thot kur hynë në ndonjë vend banim, bëjnë kërdije, bëjnë shkatrime. Dhe ata që janë me pushtet mund të shndrohen të pushtuar. Pra është mirë që të shohim këtë çështje. Letë është të shpallim luftë dikujt apo të na shpall dikush. Duke ditë se ne kem forcë, por edhe Sulejmani ka pushtet. Dhe ka forcë, ishte dëgju emri i tij. Dhe ditë se ai kur do të vjen, nëse ne nuk i shkojmë atij të nënshtruar, pra nuk marrim pjesë në bisedimet e paqes, në konferencat e tyre të organizuara e tjera, në ditët e sotme tingëllojnë këto interesante, tipike të njëjta. Pra nëse ai shteti i fuqishëm të fton dhe ti nuk shkon, e lehtë është kjo, por më vonë në ditët e sotme me diplomaci të shkatron. Me mediat ndikon në popullin tënd dhe ti bjen prej pushtetit. E mos flasim nëse ai vjen në mënyrë ushtarake dhe paramilitare, ai vjen pra me këmbësorin dhe shtrihet në vendin tënd, ata bëjnë shkatrime dhe bëjnë çoroditje. E në atë shumë të parët që do të pësojnë janë vetë paria. Thot, këtu thot e kam hallin Bilkisja, thot këtu e kam dertin, thot që ata kur do të vinë do të bëhen fesati madh. Allahu ja konfirmon, thot, wa kadhalika yafalun, dhe kësaj vërtet ashtu veprojnë ta. Wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'u al-mursalun, thot, po unë do të bëj një provë tjetër, thot, unë do t'i çoj atij një dhuratë. Do t'i çoj një peshqesh e Sulejmanit. Dhe do të shoh se çfarë do të ndodhë, çfarë do të ngjan, me çfarë do të kthehen të deleguarit tanë në këtë çështje. Interesante shumë prezente kjo edhe në ditët e sotme. Unë do t'i çoj një dhuratë. Nëse ai njeri është pushtetar, e do pushtetin, e do pasurinë, e do influencën, unë do t'i çoj dhuratë e cila do ta josh. Do ta bëj diçka që ai të ndalet për i veprimit tillë dhe do të më falenderon. Nëse është misionar, nëse në vetveten e tij ka program të caktuar, ka ideologji, ka patriotizëm, që e quajmë ne sot, kjo nuk çop pesh pastaj, nuk kërkohet që ata njerëz të pasurohen. Në ditët e sotme pra njerëzit me pasuri i josh pushtetin e përdorin për të përfituar vetë ata. Shumë prej njerëzve, shumë prej pushtetarë nuk për klas në vendet tona, ku do në botë. Dhe kësaj aja dërgon pasuri, i dërgon ari, i dërgon margaritar, i dërgon gur të çmueshëm dhe shumë të vlefshëm Sulejmanit alayhis salam. Përshkruhet rruga tamam se si çfarë do të ndodh, e tjera, se si do të dërgohen ato, e që këta postjerët ta quaj, mos mungojnë diçka, mos ta humbin, ta ruajnë ashtu siç është ajo, që po i dërgohet në mënyrë që kur tjetë në dorën e tij të jetë diçka që është joshse. Mirë po Sulejmani alayhis salam natyrshëm që falamma jaa Sulejmana qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairun mimma ataakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Misionari kësaj thot. Thot ju keni sjell thot pasuri, thot. Po mendoni që të më mbështetni mua me pasuri, a ju po harroni sa që Allahu më ka dhënë mua është shumë më e madhe, më e çmueshme se ju që keni. Nuk e ka fjalët për pasuri. Nuk do t'ju thot që milionet tuaj nuk po i du se milionet që i kam unë janë edhe më shumë. Nuk e ka këtë qëllim. E ka qëllimin pra atë që më ka dhënë Allahu nga krenaria për fenë, për besimin, për adhurimin e tij, është shumë më e madhe dhe shumë më e fuqishme se sa kjo që ju më jepni. Thot bel antum bihadiyatikum tafrahun. Ju e matni me veten se ju kësaj e ngjallni ndjenjen e paqes. Ju kësaj e nderoni njëri tjetrin. Ju me kësaj josheni dhe me këso dhuratash ju tërhiqeni prej parimeve që i keni. Kjo është matje juaj, por kjo nuk funksionon te unë, kjo nuk ka vlerë te unë, kjo nuk ka peshë te unë, e tjera. Irji' ilayhim falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum
biha wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun. Thot merreket, ju thot emisarve, merrni këtë pasuri, thot kthehet tek vendi, pra masi ju nuk keni pranuar që të vini të nështruar, atëherë ne do të vim dhe aty do t'ju nxjerrim të vegjël, do t'ju zvoglojmë, do t'ju minimizojmë dhe do t'ju poshtrojmë. Qale ja ejuha al-mala'u ejukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Verzioni shumë i shkurtuar në Kur'an, por Bilkisa kur merr dhuratën mbrapa, kur emisarët shkojnë, ajo të bën përsëri popullin dhe liderët, në fakt, do të thonë që thuhet se kanë qenë një numër tepër i madh i atyre që i konsultoi dhe tha, ja pra, taktika ime për t'i dërguar atij dhurat që ai ta pranoj dhe të barazohemi, doli pa suksesshme. Ai pra na ka kërcënuar që tash do të vi dhe do ta bëj atë që ne e kemi parashikuar, që innal muluke idha dakhalu qaryatan afsaduha, kur mbretërit, udhëheqësit, pushtetarët hynë në një donjë vend banim, ata shkatrojnë aty dhe i bëjnë të fuqishëm të pafuqishëm dhe anasjellën. Tash ata japin mbështetje të plot, pra atëherë do të shkojmë, ti nështrohemi dhe do të shkojmë ne që të mos i lejojmë ata të vinë tek ne. Ata po përgatiten dhe thuhet se numri diku mbi 10.000 ka qenë, jo me ushtri, jo që të vinë ta pushtojnë Sulejmanin dhe ushtrinë e tij, por që të vinë dhe që të gjithë të jenë pjesëmarrës në atë lloj traktati dhe marrëveshje që do ta bëjnë me të. Këtë kur e kuptoi Sulejmani a.s. dhe ai e kuptonte, sepse kishte tash lajmëtarët, kishte shërbimet e tij sekrete prej shpendëve dhe xhallesave të tjera, që kjo ishte tepër interesante. Atëherë ai kërkoi që të bëhet një befasi shumë interesante, sepse nga Hudhudi kishte kuptuar që ajo kishte një pallat shumë të madh, ajo kishte një koltuk, ajo kishte një vend ku ulej prej arit, prej margaritarëve të ndryshëm, të çmueshëm e tjera, dhe Sulejmani tash kërkoi që kjo nuk e kishte këtë nivel të ndërtimit për shkak të modestisë që kishte, jo që nuk mund ta bënte, sepse sikur përmendëm më herët, gjendet i ndërtoi atij çfarë ai dëshironte. Fa qala al-mala'u قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. Sulejmani e dinte sakt se ku kanë arrit ata në rrugë, se edhe sa kilometra kanë, në çfarë vendi janë, tha o pari, a ka mundësi që dikush të ma sjell mu rezidencën dhe dhomën e saj para se ata të arrijnë këtu. Është interesante. Udhëtimi i tyre ka zgjat një muaj. Dhe ajo atje kishte mbyll rezidencën. Ju kishte thënë rojtarëve dhe njerëzve të afërt të saj që askush të mos hynte, askënd të mos e lejonin që të hynte aty derisa ajo të kthehej. Dhe tash kjo po ndodh. Rrugtimi po ndodh dhe tash Sulejmani, pra një ditë para se ata të arrijnë, kishte mbetur, kishte ngjitur një ditë që të arrinin për të bërë këtë të marrëveshjen, traktatin e paqes, thot kush ka mundësi që të ma sjell mu atë pallatin e saj njëjtë. Një prej gjendve, një ifriti që kanë fuqi të jashtëzakonshme, fuqi të madhe, e tha, unë të sjell atë ty, qala ifritu min al-jinni, ana atike bihi qabla an taquma min maqami. Unë ta sjell atë para se ti me përfundu orarin e punës. Është interesant, Sulejmani ka punu me orar punës. Prej kohës namazit të sabat dhe pas namazit të drekës, kanë qëndruar në pallatin e tij, pra në vendin e tij, në rezidencën e tij, dhe është marrë me njerëzit, është marrë me palët në mënyrë të vazhdueshme, kështu ka vepruar. E ky ifriti thot, unë thot, para se të mbyllet orari, thot, unë jam në gjendje ta sjelli atë. Wa inni alayhi laqawiyyun amin. Unë jam i fuqishëm ta bëj këtë dhe jam besnik që ta sjell origjinal ashtu siç është. Qala alladhi 'indahu 'ilmun min al-kitabi. Këtu kemi një mrekulli kryesisht tjetër. Ky i gjendve
shumë i fuqishëm tha ta sjelli para se të përfundoj orari punës. Ta sjell para dreke. Njëri që kishte dituri prej librit, thotë Allahu xhalla xhelaluhu, ana atike bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Ky njeriu ishte njeri në ditët e sotme ne që i themi njeri i mrim, njeri i veçantë. Mendohet që ky e dinte atë emrin e fshehtë të Allahut, emrin më të madh të Allahut, që kur lutet me atë emër përgjigjet 100%. E ky e dinte dhe kishte këtë lutje dhe i tha Sulejmanit, tha, jo, tha, unë jam në gjendje që ta sjell atë sa qel e mshel syt ti. Dhe فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. Dhe në fakt Sulejmani autorizoi, tha, mirë, ma sjell pra pallatin që të kemi një ditë para vetes kohë, jo disa orë para se të mrinë ata. Edhe kur e pa, ky personi në fakt nuk u mburr me këtë. Apo kjo është prej mirësive të Zotit tim. E mirësitë e Zotit janë të shumta, por ato thot li yeblueni e eshkuru am akfur. Allahu këtu nuk mi ka dhënë për t'u lavdruar para teje. Këto njerëzit e mëdhej kështu dinë, kështu veprojnë, kështu kanë nefuz. Pra nuk e mendon se janë të privilegjuar, se mu Zoti ma ka mundësuar këtë dhe unë tash du t'jem më krenari, më i madhi. Pra gjithë ata, edhe Sulejmani, edhe më të pushtetshmit, që kanë pushtet, do atë t'ja nështrojnë Allahu xhalla xhelaluhu, e jo me atë të mburën dhe të bëhen sigur faraonët që kemi shpjeguar më herët, apo despotet e tjerë të historisë. Dhe këtë tha kështu, tha unë këtë e solla, por kjo është prej mirësive që Zoti më ka dhënë, që të kuptoj Zoti, që di Zoti, e shkuru, apo e falenderoj atë, apo po mburën dhe po shëndrohen në mosbesimtarë dhe në mohus të vlera dhe meritave të Zotit xhalla xhelaluhu. Wa man shakara fa inma yashkuru li nafsihi, në fakt kush falenderon Zotin ai falenderon për vetveten e tij. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. E kush e mohon Zotin, kur gjë nuk ka bo. Zoti prap mbetet i pasur, i panevojshëm për të tjerët dhe mbetet fisnik. Qala nakiru laha arshaha nanduru atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun. Sulejmani kërkoi, tha, atëherë a bën një ndryshim. I bëjmë disa ndryshime të vogla të këtij pallati. Ta shohim a është në gjendje ajo ta kuptoj se është pallati i saj. Pra jo t'ja bëjmë original pallatin, t'ja bëjmë disa ndryshime, sikur të thuhet kjo që është këtu të dalë në anën, nga ana e mbajt në të djatën, nga para mbrapa, e tjera, disa ngjyra eventuale dikun të ndryshohen, pra të ngelet ai pallati i saj, por ta shohim se ajo do di apo do të humbet, ta shohim sa është e sinqert në këtë, se do t'i bëhet asaj një test tash. Falamma ja'at qila hakadha arshuki qalet ka'annahu hu. Ajo kur erdhi nuk doli Sulejmani me prit. Doli paria Sulejmanit dhe fillimisht ata e futën tek ky pallati, që ishte në fakt pallati i saj. Dhe i thanë asaj: çfarë mendon ti për këtë pallat? Është ky sikur pallati yt, a shes se ne kemi pushtet? Ajo tash ishte në një dilemë. Të thoshte, po ky është pallati im, i binte se qysh do ta kuptonte se ishte pallati i saj, kur në realitet ajo e kishte mbyllur, kishte porositur që askush mos të hynte aty, askush mos të prekte atë vend, dhe si do të ishte mundur që ai pallat fizikisht të vijë. Këtë nuk e ke mundësi sot, këto nuk e ka mendje, kjo është mrekulli e kohës që Allahu xhalla xhelaluhu ja ka dhënë këtë pushtet Sulejmanit alayhis salam. Pra që dikush të shkoj me stafin e tij, me aeroplanin e tij, me kuzhinierët e tij, një president, një mbret në vend tjetër, kjo është normale në ditët e sotme. Por që ai ta gjej pallatin e tij origjinal, rezidencën e tij origjinale në vendin tjetër ku shkon, kjo nuk do të jetë e mundshme. E ajo tash të thotë, po ky është pallati, si të ishte, se
ajo do të gënjente në një farë forme, sidomos për ndryshimet edhe që ka ndodhur. Por dhe të thotë se jo, kjo nuk është pallati im, atëherë ajo do të jetë jo sinqert. Pra ka ardhur nga frika, por ka jo sinqeritet në vetvete. Dhe ajo, sikur që kemi përmendur, Bilkisja pra ishte e mençur, tha, ke ennehu, shumë ngjajshëm, sikur të ishte ai. Dhe ata panë se këtu ka tashmë sinqeritet në paraqitjen e saj. Dhe më vonë, ajo pastaj do të shkojë tek Sulejmani, do të futet në pallatin e Sulejmanit. Wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin. Wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillahi innaha kanat min qaumin kafirin. Qila laha dkhuli as-sarh. Ajo pra ishte penguar që në fakt të adhuronte Allahun, pra që ishte adhuruese e diellit, sikurse edhe populli i saj i takonte komunitetit jo besimtar, tash kur asaj i ju dha momenti dhe ajo erdhi në pallatin tash të Sulejmanit, pallati i Sulejmanit tash ishte rregulluar ekskluziv ndryshe, pra ishte marrë ai modeli, nuk i kishte prit Sulejmani në atë pallat, kishte bërë një pallat krejtësisht tjetër, në cilin ishin futur edhe lumejnë, mbi cilët lumejnë ishte vendosur, sikur sot ndoshta që mund të themi dysheme e qelqit, që ata dukej sikur lumejt ishin të gjallë. Dhe ajo kur hyri qile leha udkhuli as-sarh, kur i tha hytash te ky pallati i Sulejmanit, falamma ra'athu hasibethu lujjatan. Dhe kur ajo hyri, mendoi se ka hytash në një lum. Nuk i dukej se ishte pallat që këtu qëndron dhe jeton, funksionon një njeri. O keshefet an saqaiha, dhe ajo zbuloi këmbët e saj deri tek zogjet, të thënë shputat e këmbëve. Që i bie që i bie një grua Bilkisa, mbretresh, dhe thuhet ka qenë e bukura e botës. Është mëse sakt që ka qenë pa martuar ajo, dhe në atë kohë, dhe ka dhuruar diellin e jo Zotin e vetëm. Pra ka pas besim paganist. Megjithatë, mbuloja e saj, veshja e saj mbulon këmbët. Kjo të tregon për ndershmërinë njerëzore që ka ekzistuar në gjeneratat e tjera. Njerëz jo besimtar, gruaja ka qenë e mbuluar derisa edhe këmbët nuk janë dukur. Në këtë moment, për herë të parë, ajo do të zbuloj këmbët e veta dhe jo shumë. Pra do të zbuloj mbi zosht e këmbës, duke menduar se po futet në lum, duke menduar se po futet në ujë, dhe ajo për të mos u lagur veshja e saj, për voli pak, sa që thuhet se në këmbët e saj janë vrejtur edhe shenjat të qimeve, të cilat ajo si femër nuk i kishte ndukur asnjëherë. Nuk i kishte pasuar këmbët e saj asnjëherë, për shkak se kishte qenë e tillë e mbuluar, dhe ajo tash pa diçka më interesante se sa pallati. Pra një pallat sikur i saj, që ishte ajo shumë e pustetshme, kishte shumë pasuri të investuar në atë pallat. Ajo e pa dhe këtu nuk po qëndroi ka Sulejmani te ky. Ky pas ka një pallat ku e qenë kanë edhe me lumenj, që të kuptoj se ky ka më të vërtet një pushtet shumë mbi pushtetin tim, dhe kësisoj, pra ky ishte qëllimi i Sulejmanit. Qala innehu sarhun mumarradun min qawarir, dhe ky qenë ka diçka krejtësisht i ndërtuar, thot me diçka që nuk mund të imagjinohet në ditët e sotme se sa investim ka qenë aty. Qalet rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma Sulejmana lillahi rabbil alamin. Pas pak debatit që ndodh, thot o Zoti im, tash i kthehet kush është Zoti im, kur ajo adhuronte diellin, Zoti im, në parim çdo njeri në çdo kohë e ndjen se Zoti im është ky që shpirti im komunikon me të, jo dielli. Zoti im nuk është kjo ikona në këtë objektin fetar
në kultin, në kishën, në sinagogën, në tyrbën, nuk është kjo. Njerëzit nuk ndihen mirë tash kur i drejtohet, thot o Zot, inni dhalamtu nafsi, unë i kam bërë pa drejt vetvetes, kur kam adhuruar diellin, thot po inni eslamtu ma Sulejman. Nuk thot tash i nënshtrohem Sulejmanit, sepse e kupton që qëllimi i Sulejmanit nuk është që ti nënshtroj të tjerët t'ja njohin këtij pushtetin, por që ti nënshtrohet pushtetit të pa kompromis të krijuesit suprem të Allahu xhelle xhelaluhu, thotë inni eslamtu ma Sulejman. Unë të ditë do të nështrohem së bashku me Sulejmanin. Pra jo Sulejmanin, po së bashku me Sulejmanin, kujt lillahi rabbil alamin, Allahut Zotit të botëve. Kjo ishte kjo ngjarja që na jep shumë sim, që kur kuptohet forca dhe realiteti, ne nështrohemi, kur e kuptojmë se ajo forcë dhe ajo realitet është për t'i pru njerëz në besim në Zotin e Madh, sikur që kanë pas këtë mision profetet, është krejt mision ndryshe. Kur pushtetin e kanë njerëzit, jo sa Sulejmani a.s., po dhe më të vogël dhe synojnë që me atë pak pushtet që kanë njerëzit, ti devijojnë vallë, çfarë presin ata, çfarë pretendimesh kanë që do t'jenë të shpëtuar, të triumfuar dhe do t'jenë në botën tjetër nga të amnistuarit, asesi, jo vallahi, asnjëherë. Këtu po e përfundojmë për natën e sotme. Do të takohemi me lejen e Allahut xhelle xhelaluhu në emisionin ton të përjavshëm me popujt e Kur'anit në javën tjetër. Qëndroni përsëri me kanalet e PIS TV-s, ne do të takohemi me ju në takimin e radhës. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.